Nuk miratohen punësime të reja. Ansambli muzikor i Tetovës po përballet me rrezikun e mbylljes. Qeveria paralajmëron se nafta pritet të lirohet për 1.5 denar, LSDM-ja akuzon ekzekutivin se po vonohet për marrjen e masave. Kryediplomati turk Hakan Fidan është një koqir i platformës së paqes për Ballkanin që mbahet në kuadër të forumit të diplomacisë në Antalya. Irani rikthen bllokadën në ngushticën e Hormuzit si kundërpërgjigje për SBA-n që nuk e hoqi bllokadën e porteve iraniane. Të nderuar shikues, përshëndetje. Numri reduktuar i artistëve dhe punonjësve në ansamblin muzikor të Tetovës ka vështirësuar ndjeshëm funksionimin normal të këtij institucioni, duke rrezikuar seriozisht vazhdimsinë e aktivitetit të tij. Dirigentja dhe ish antarja e bordit gjatë themelimit Agona Çupi ka deklaruar për televizionin shenja se për momentin në ansambël gjenden vetëm 2 të punësuar të cilët janë marrë me transfer. Një konkurs dështoi, një tjetër nuk u realizua për shkak të zgjedhjeve, pastaj më vonë çdo herë që janë bërë kërkesat për punësim nuk janë miratuar, edhe kjo ka rezultuar me mungesë punësimesh, ka deklaruar dirigentja Çupi. Ansambli muzikor i Tetovës po përballet me rrezikun e mbylljes, si pasojë e mungesës së theksuar të stafit të punësuar. Brenda institucionit, numri reduktuar i artistëve dhe punonjësve ka vështirësuar ndjeshëm funksionimin normal të ansamblit, duke rrezikuar seriozisht vazhdimsinë e aktivitetit të tij. Dirigentja dhe ish antarja e bordit gjatë themelimit, Agona Çupi, theksoi se ajo që është më në rrezik është mungesa e punësimave. Arsyeja kryesore pse shkojnë tani drejt shkrirjes ose mbylljes, tentojnë të shkojnë drejt shkrirjes ose mbylljes është arsyeja se nuk ka të punësuar për momentin në ansambël gjenden vetëm 2 të punësuar, të cilët janë marrë me transfer, nuk janë të punësuar me konkurs brenda ansamblit, thjesht janë administratë të cilët janë marrë me transfer dhe sa herë që janë hap konkurse, i pari që u hap dështoi, pastaj domethënë nuk arriti të realizohet shkaku i zgjedhjeve, pastaj më vonë çdo herë që janë bërë kërkesat për punësim nuk janë miratuar dhe kjo ka rezultuar në mungesë punësimesh. Për dirigenten Çupi, ansambli është diçka që ajo bashkë me gjithë kolegët e saj në Tetovë e kanë ëndërruar kur kanë qenë në shkollë të mesme, ku dhe kanë nisur me orkestrën kametrale të rinjëve në vitin 2015, ku dhe kanë pas edhe koncertin e parë. Sigurisht, neve nuk do të dorëzohemi. Besoj komuniteti artistik nuk është e drejtë të dorëzohet përpara mbylljes së asnjë lloji institucioni kulturor, sepse neve për momentin juve më drejtoheni për ansamblin, sepse unë jam pjesë e ansamblit, por me projekte edhe në një farë forme, por në këtë plan strategjik janë paraparë 11 institucione të tjera kulturore, të cilat rrezikohen të shkrihen ose të mbyllen. Çupi u shpreh se për të kjo është një tragjedi, sepse sipas saj në një vend ku fillojnë edhe mbyllen institucionet kulturore, lë shumë sende për t'u menduar dhe për të reflektuar pas. BDI vlerëson se ka rënje serioze prej 61% investimeve të huaja direkte në vitin 2025 krahasuar me vitin 2024. Sipas BDI-s, izolimi politik i brendshëm, përkeqësimi i marrëdhënieve ndërretnike, tensionimi me partnerët ndërkombëtar dhe stagnimi në rrugën europiane po prodhojnë pasoja të drejtë ekonomike. Partia opozitare shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim, ka bërë të ditur se ka rënje serioze prej 61% të investimeve të huaja direkte në vitin 2025, krahasuar me vitin 2024, me vlerë totale prej vetëm 468 milion euro. BDI njoftoi se të dhënat e publikuara në analizat rajonale për investimet e huaja direkte në Ballkan kanë treguar një alarm serioz për Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ky është një nga rezultatet më të dobëta në rajon dhe sinjal i rënd për ekonominë e vendit, ka theksuar BDI. Partia opozitare po ashtu ka thënë se investitori huaj kërkon siguri juridike, institucione funksionale, stabilitet politik dhe administratë profesionale. Sipas BDI-s, kur shteti prodhon pasiguri, tensione politike dhe mungesë drejtimi strategjik, kapitali zgjedh destinacione të tjera.
Rënja prej 61% nënkupton më pak vende pune, më pak prodhim, më pak paga më të mira dhe më pak mundësi për të rinjët. Qeveria aktuale mori mandatin me premtime për zhvillim ekonomik dhe investime rekord. Sot, bilanci është krejtësisht i kundërt, izolimi politik i brendshëm, përkeqësimi i marrëdhënieve ndërretnike, tensionimi me partnerët ndërkombëtar dhe stagnimi në rrugën europiane po prodhojnë pasojat të drejtpërdrejta ekonomike. BDI njoftoi se për këtë gjendje duhet përgjegjësi e qartë politike dhe se një qeveri që në pak kohë e kthen vendin në fund të rajonit për investime të huaja, sipas tyre nuk ka kredibilitet të kërkojë durim nga qytetarët. BDI sqaron se dorëheqja e kësaj qeverie është hapi i parë i domosdoshëm për rikthimin e besimit, stabilitetit dhe perspektivës zhvillimore të vendit. Për gjendjen ekonomike, kritika ka edhe partia opozitare Maqedonase LSDM. Partia vlerëson se qeveria po vonon marrjen e masave për parandalimin e rritjes së çmimeve. Sipas kësaj partie kanë kaluar 60 ditë nga fillimi i krizës në lindjen e mesme, ndërsa autoritetet nuk kanë ndërmarrë hapa për të mbrojtur qytetarët nga shtrejtimet. Zëdhënësja e LSDM-së Bogdan Kuzeska ka akuzuar qeverinë e drejtuar nga Hristijan Miskoski për mungesë të masave konkrete në përballjen me rritjen e çmimeve dhe përkeqësimin e standardit jetësor të qytetarëve. Sipas saj, kanë kaluar 60 ditë nga fillimi i krizës në lindjen e mesme, ndërsa autoritetet nuk kanë ndërmarrë hapa për të mbrojtur qytetarët nga shtrejtimet. Se случи тоа што предупредувавме. Kaluan edhe pashkët, edhe megjithse Mickoski paralajmëronte masa të reja pas festave. Ai sërish gënjeu, në vend të masave vazhduan shtrenjtimet. Ndodhi ajo që i kishim paralajmëruar, edhe nëse çmimet e naftës bien, çmimet në markete, dyqane dhe tregje mbeten të larta. Çmimet e larta të ushqimeve dhe produkteve bazë çdo ditë po i zbrasin xhepat e qytetarëve. Kuzeska u ndal edhe të dhënat e shtetror të statistikave, duke theksuar rritjen e ndjeshme të çmimeve të produkteve bazë. Sipas saj, perimet janë shtrejtuar mbi 38%, frutat mbi 10%, ndërsa çmimet në bujqësi janë rritur për 23%. Ajo shtoi se prej 2 muajsh në rritje janë edhe çmimet e mishit, vajit dhe vezëve. Prej 2 muajsh janë rritur edhe çmimet e mishit, vajit, yndyrës, vezëve. Këto nuk janë vetëm shifra, por realiteti i përditshëm i qytetarëve, me frigorifer dhe xhepa bosh. Me Mickoskin, jeta e qytetarëve po bëhet gjithnjë e më e vështirë. Populli nuk ka para. Nga LSDM kujtuan se kanë propozuar një sër masash për lehtësimin e situatës, përfshir uljen e TVSH-s për ushqimet në 0%, uljen e akcizave dhe TVSH-s për karburantët, si dhe uljen e tarifave rrugore. Sipas Kuzeskës, qeveria tani po i paralajmëron të njëjtat masa, por me vonesë dhe në mënyrë të pjesshme. Ajo bëri thirrje për ndërmarrjen e masave urgjente për uljen e çmimeve dhe mbështetje për kategoritë më të cenueshme. Qeveria në Shkup mori vendim për vazhdimin e masës për uljen e akcizave derivateve të naftës me vlefshmëri deri më 4 maj. Me këtë vendim vazhdohet ulja e akcizës për dizelin prej 4 denarësh për litër, si dhe ulja e akcizës për benzinat prej 2 denarësh për litër. Kjo ndërhyrje ka efekt të drejtë për drejtë fiskal të tregtarit, cili reflektohet në ulje të konsiderueshme të çmimeve me pakisë të karburanteve, duke zbutur presionin mbi shpenzimet e jetesës dhe duke amortizuar impulset inflacioniste. Sipas llogaritjeve tona, presim që Komisioni Rregullator për Energjetik të marrë vendim me cilin do të realizohet një ulje shtese të çmimeve me pakisë derivateve të naftës, mesatarisht për rreth 1.5 denar për litër. Njëkohësisht mbetet në fuqi edhe mekanizmi i dakorduar paraprakisht me kompanitë e naftës, sipas cilit sigurohet ulje shtesë prej 3 denarësh për litër për naftën dhe 2 denarësh për litër për benzinat, njoftoi qeveria. Akuza ndaj qeverisë sot ka artikuluar edhe ish ministri i bujqësisë nga radhët e LSDM-s Ljupço Nikolovski. Ai ka akuzuar pasardhësin e tij Cvetan Triponovski se e ka çuar bujqësinë në kolaps. Ndërkohë ka reaguar ministri Triponovski, i cili thekson se Ljupço Nikolovski është politikisht inekzistent. Ish ministri i bujqësisë nga radhët e LSDM-s Ljupço Nikolovski e ka akuzuar pasardhësin e tij Cvetan Triponovski se e ka çuar bujqësinë në kolaps për shkak të ignorancës, paaftësisë, keqdashjes e kërcënimeve.
kishte shkurtime nga të gjitha anët, nga të gjitha programet dhe nga të gjitha masat. Jo vetëm që kishte shkurtime, por masat dhe programet të tëra për fermerët janë shfuqizuar ose pezulluar, ka deklaruar Nikolovski. Ai tha se VMRO dhe Tripunovski e kanë shëndëruar ministrinë në kompaninë e tyre private për interesa biznesi dhe partijake. Nikolovski ka deklaruar se grupi parlamentar i LSDM-s ka nënshkruar një interpelancë për punën e ministrit Tripunovski. Od neznanje, nesposobnost. Arsyeja e parë dhe kryesore është korrupsioni dhe skandalet. Bashkëpunëtorët më të ngushtë të ministrit, drejtori i Agjencisë së Pagesave dhe drejtori i Inspektoratit të Bujqësisë u kapën në flagrancë me 50.000 dhe 100.000 euro rishfet. Është inspektorati i cili me propozim të kësaj qeverie u vu drejt për drejt në varësinë e ministrisë në mënyrë që ministri të kishte kontroll më të madh. Këto nuk janë raste të izoluara, por prova të qarta të një sistemi të vendosur korrupsioni. Prandaj, ky ministër duhet të mbahet përgjegjës. Ka reaguar ministri Tripunovski, i cili thekson se Ljupço Nikolovski është politikisht inekzistent, ndërsa partia e tij është thjesht një inventar që po zhduket ngadalë. Vlerësimi yt po bie aq poshtë sa ke thyer çdo fund. Interpelanca që paraqitet për mua është po aq e paligjshme sa je ti i paligjshëm në SDS. Interpelanca do të jetë po aq e pasuksesshme sa mandati yt si ministër i bujqësisë dhe si oficer antikorrupsion, aq e parëndësishme sa ishte e parëndësishme sekuestrimi yt i 30 kilogramave gjallë, ka shkruar ministri. Koalicioni Vlen ka publikuar një dokument të datës 27 gusht 2019 të nënshkruar nga Talat Xhaferi, atkohë kryetari i Kuvendit, cilin e cilësojnë si dëshmi të neglizhencës dhe tradhtisë politike në lidhje me çështjen e provimit të jurisprudencës. Koalicioni shqiptar në pushtet gjithashtu kritikon faktin se ligji është miratuar me mekanizmin e badenterit me mbështetjen edhe të deputetëve shqiptar të asaj kohe. Në vend që të bashkëpunojnë për të gjetur një zgjidhje të qëndrueshme, parti shqiptare nga të dy krahët po përplasen mes vete për çështjen e provimit të jurisprudencës, i cili ende nuk mbahet në gjuhën shqipe. Nga koalicioni Vlen kanë reaguar duke publikuar një dokument të datës 27 gusht 2019 të nënshkruar nga Talat Xhaferi, atkohë kryetari i Kuvendit, të cilin e cilësojnë si dëshmi të neglizhencës dhe tradhtisë politike në lidhje me çështjen e provimit të jurisprudencës dhe përdorimin e gjuhës shqipe. Sipas Vlenit, në periudhën kur ligji për përdorimin e gjuhëve ishte tashmë në fuqi, atëherë kryeparlamentari Talat Xhaferi nuk ka kërkuar harmonizimin e ligjit për provimin e jurisprudencës me dispozitat për gjuhën shqipe. Në deklarat thuhet se ligji është shpallur i pranueshëm pa u garantuar përdorimi i gjuhës shqipe në këtë provim. BDI, që për më shumë se 20 vjet ka pasur 5 ministra të drejtësisë nga radhët e saj, nuk e zgjidhi kur këtë problem. Sot ata derdhin lot krokodili dhe dalin në mbrojtje, por dokumentet flasin qartë. Ky problem mban vulën e Talat Xhaferit dhe të politikës së tyre. Koalicioni gjithashtu kritikon faktin se ligji është miratuar me mekanizmin e badenterit, me mbështetjen edhe të deputetëve shqiptar të asaj kohe, të cilët sipas tyre nuk kanë insistuar që provimi të zhvillohet edhe në gjuhën shqipe. Vlen vlerëson se kjo ka sjell pasoje për studentët shqiptar. Në fund të deklaratës, Vlen thekson se angazhohet që provimi i jurisprudencës të zhvillohet edhe në gjuhën shqipe, duke cilësuar gjuhën si çështje dinjiteti dhe drejtësie. Përfaqësues nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia Veriut, Bosnia-Hercegovina, Mali Zi dhe Serbia pritet të marrin pjesë në takimin organizuar nga kryediplomati turk Hakan Fidan në kuadër të platformës paqes për Ballkanin. Pritet të diskutohet për themelimin, në fakt për thellimin dhe diversifikimin e bashkëpunimit rajonal, zhvillimet më të fundit në luftën Rusi-Ukrainë dhe ndikimet e tyre rajonale. Gjithashtu, në fokus janë edhe zhvillimet në lidhjen e mesme, përfshirë përpjekjet e Turqisë për ndihmuar në përfundimin e luftës. Ministri i Jashtëm i Turqisë Hakan Fidan është një koqir i platformës së paqes për Ballkanin në kuadër të forumit të diplomacisë në Antalya, transmeton agjencia Anadolu, duke u mbështetur në burime diplomatike. Përfaqësues nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia Veriut, Bosnia dhe Hercegovina, Mali Zi dhe Serbia pritet të marrin pjesë në takim. Pjesëmarrësit pritet të shqyrtojnë vendimet e marra nga takimet e mëparshme, përfshirë forcimin e koordinimit për çështjet e Bashkimit Evropian, si lidhshmëria dhe proceset të antarësimit, rritjen e bashkëpunimit në reagim
reagimin ndaj fatkeqësive dhe avancimin e projekteve të përbashkëta në fushën e rinisë dhe teknologjisë. Gjithashtu, pritet të zhvillon konsultime për zhvillimet e fundit në Ballkan. Diskutimet pritet të përfshijnë edhe mundësi shtesë për thellimin dhe diversifikimin e bashkëpunimit rajonal, zhvillimet më të fundit në luftën në Rusi-Ukrainë dhe ndikimet e tyre rajonale, si dhe një shkëmbim pikpamjeshe për zhvillimet në lindjen e mesme, përfshirë përpjekjet e Turqisë për të ndihmuar në përfundimin e luftës. Platforma e Paqes për Ballkanin e krijuar nën udhëheqjen e Turqisë mbajti takimin e saj të parë më 26 korrik 2025 dhe të dytin më 23 janar në Stamboll. Platforma u themelua për të plotësuar angazhimin shumëpares të Turqisë në rajon dhe për të promovuar dialogët e drejt për drejt të orientuar drejt rezultateve bazuar në mbështetjen rajonale. Në suazat takimeve pranverore të Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar në Washington, Ministrja e Financave Gordana Dimitrievska Koçovska është takuar me nënkryetaren rajonale të Bankës Botërore për Europën dhe Azinë Qendrore, Antonella Basani. Gjatë takimit është diskutuar për bashkëpunimin e drejtanishëm midis Maqedonisë Veriut dhe Bankës Botërore, ku është theksuar se ky institucion financiar ndërkombëtar mbetet një nga partnerët më të rëndësishëm të vendit në përkrahjen e politikave zhvillimore, reformave institucionale dhe investimeve kapitale. Siç njoftojnë nga atje, prioritetet kryesore mbeten përmirësimi i cilësisë së shërbimeve publike, krijimi i kushteve për një sektor privat më produktiv, krijimi i vendeve të reja të punës, si dhe rritja e qëndrueshmërisë së ekonomisë ndaj sfidave klimatike. Në suazat takimeve, në fakt, drejtoria e doganave njoftoi se janë sekuestruar orë të shtrenjta the Apple, të cilat zëvendëson me kopje ndërsa originalet përfundojnë në shitje. Siç njoftojnë nga drejtoria, rasti është zbuluar në aeroportin ndërkombëtar të Shkupit nga një ekip mobil doganor, gjatë kontrollit të një dërgese me tableta nga Dubai. Gjatë kontrollit, inspektorët kanë zbuluar 20 orë inteligjente që nuk ishin deklaruar në dokumentacionin doganor. Nga dogana gjithashtu njoftojnë se orët janë sekuestruar dhe janë vendosur në kasafor sigurie, por po atë ditë persona me qasje i kanë zëvendësuar me kopje të lira, ndërsa originalet u janë dorëzuar importuesve. Vazhdu me tej me lajmet, ushtruesja detyrës së presidentes së Kosovës Albulena Haxhiu ka deklaruar se institucionet kanë krijuar bazën ligjore për ndjekjen dhe dënimin e kriminalëve të luftës edhe në mungesë. Ajo ka bërë thirrje institucioneve drejtësisë që të angazhohen me gjithë kapacitetet e tyre që të ngrenë akt akuzat dhe gjykimet ndaj përgjegjësve për këto krime të rënda. Drejtësia nuk duhet të mungojë, ka deklaruar Albulena Haxhiu. Si institucionet të Republikës së Kosovës e kemi për obligim që asnjëherë të mos e harrojmë veprën e atyre që kanë vepruar në rrethana kur gjithçka ka qenë më e vështirë. Ata dhanë gjithçka nga vetja e tyre që sot ne ta kemi një shtet të lirë, një shtet të pavarur. E ne si institucionet të Republikës së Kosovës obligohemi që të angazhohemi edhe më shumë që Kosova, shteti jonë, të jetë një vend ku gjithë trajtohen në mënyrë të dinjitetshme dhe ku ka barazi, ku ka drejtësi, ku ka zhvillim ekonomik, por edhe gjitha aspektet tjera. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić pretendoi se Beogradi marrëveshjen e Brukselit të nënshuar para 13 vitesh e ka zbatuar me mirë besim, ndërsa në këmbim përgjithshka janë gënjur si nga Prishtina ashtu edhe nga Bashkimi Evropian dhe se qëllimi është të njihet pavarësia e Kosovës dhe të mos themelohet asociacioni komunave me shumicë serbe. Është e lehtë pas betejës të jesh general, por ne arritëm diçka që garantonte të drejtat elementare për popullin tonë në Kosovë, mbjetesën në Kosovë, ndërsa nuk pranonte pavarësinë apo shtetësinë e Kosovës. Presionet ishin të mëdha nga të gjitha anët dhe dikush mund thotë se presioneve gjithmonë mund të rezistosh, tha Vučić.
Irani njoftoi se kontrolli i ngushticës së Hormuzit tani është kthyer në gjendjen e mëparshme për shkak të bllokadës së vazhdueshme të porteve iraniane nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë presidenti amerikan Donald Trump thotë se bllokada detale do të mbetet në fuqi të plotë derisa transaksioni me Iranin të jetë 100% i përfunduar, siç është shprehur ai. Trump paralajmëroi se SBA-ja do ta marrë me forcë pluhurin bërthamor të Iranit nëse nuk arrihet një marrëveshje. Do të hyjmë në Iran dhe do ta marrim së bashku dhe do ta sjellim në SBA. Nëse nuk e bëjmë këtë, do ta marrim në një formë tjetër, një formë shumë jo miqësore, deklaroi presidenti amerikan. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se bota po përballet me një krizë që po thellohet si në pushtet ashtu edhe në drejtim, duke paralajmëruar se sistemi ndërkombëtar ka arritur në një prag serioz dhe të rrezikshëm. Duke folur në ceremoninë hapëse të forumit të diplomacisë në Antalya 2026, Erdogan tha se mekanizmat global të ngarkuar me mbrojtjen e drejtave të njerëzit dhe sigurisë kanë mbetur jo efektiv dhe ndonjëherë indiferent përballë krizave të mëdha. Ai e përshkroi situatën aktuale si para së gjithash një krizë morale dhe ekzistenciale, duke referuar zhvillimeve në Gaza pas ngjarjeve të 7 tetorit si dëshmi e shkallës së dështimit. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski ka hedhur poshtë propozimet sipas cilave garancitë e sigurisë nga Shtetet e Bashkuara do të kushtëzoheshin me dorëzimin e rajonit të Donbasit Rusisë. Ata thanë se garancitë do të vinë vetëm pas përfundimit të luftës dhe lufta do të përfundojë kur ne të tërhiqemi nga Donbasi. Ne nuk jemi idiot. E dim çfarë do të thotë kjo, u shpreh Zelenski dhe theksoi gjithashtu se disa zyrtarë amerikanë përfshirë Jared Kushner dhe Steve Witkoff mendojnë se Rusia po e fiton luftën, por sipas tij ky është një vlerësim i gabuar. Ai shtoi se Ukraina po vazhdon komunikimin konstruktiv me administratën në Washington. Po mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve të nderuar shikues për të takuar edhe një herë në orat 18:55 me lajme qendrore. Mirëqëndrim.